Shqipëria pret që së shpejti të nisë funksionimin diella, sistemi i inteligjencës artificiale, i promovuar nga kryeministri Rama si arma e fundit kundër korrupsionit në tendera, por para se të lindë kjo dritë e re digjitale, administrata publike duket sikur ka marrë sinjalin dhe po vrapon të vjedh. Sipas të dhënave të Open Data Albania, vetëm nga janari deri në shtator 2025 janë dhënë 648 tender me flamur të kuq me një vlerë totale prej 10.5 miliard lekësh. Këta tender kanë tiparet të qarta abuzimi, fitues që shpallen me oferta pothuaj identike me fondin limit, garë ku merr pjesë vetëm një kompani, ose procedura ku konkurrentët eliminohen me justifikime formale që lën rrugën e lirë për fituesin e paracaktuar. E njëjta skemë e njohur prej vitesh, vetëm se tani me ritëm të përshpejtuar. Ironia është e dukshme, ndërsa Rama shfaqet në publik duke premtuar se diella do të nxjerrë jashtë loje korrupsionin, zyrtarët duket sikur janë në një garë maratone për të mbyllur kontrata të dyshimta para se sistemi të hyjë në fuqi. Një valixhe e fundit me miliarda që po ndahet në heshtje. Nëse diella do funksionojë realisht, një pjesë e mirë e administratës do të mbetej pa burim të ardhurash, dhe kjo shpjegon nxitimin e këtij viti. Në vend që të presim një agim të pastër digital, po përballemi me një perëndim të përgjakur të fondeve publike, vetdash dhe alarmin se tenderet dhe PPP-t janë gangrena e kësaj qeverie. Të shohim nëse diella do të bëjë diçka, pasi sinjalet janë se abuzimi është kolosal.